Shqipëria është në prag të një prej ndeshjeve më të rëndësishme në rrugëtimin drejt kampionatit botëror 2026. Më 7 qershor Kuqëzit do të përballet me Serbinë në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë. Përgatitjet kanë nisur që prej ditës së hënë dhe trajneri Silvinho tashmë ka në dispozicion grupin e plot. Dy futbollistët e kombëtarë shqiptare, Tomas Strakosha dhe Arber Hoxha, dolën sot në konferencë për mediat, ku i përgjigjen interesit dhe pyetjeve të gazetarëve. Portieri i kombëtarës Tomas Strakosha tha përpara gazetarëve se skuadra ndihet gati për këtë sfidë dhe do të futen në fushë për të marrë 3 pikët. Ai tregoi se ekipi ka studiuar mirë Serbinë dhe se çfarë duhet të kenë parasysh për këtë ndeshje. Në fund Strakosha evidentoi se ndeshja ndaj Serbisë është një lloj si të gjithë sfidhat e tjera, një duel futbolli. Tifozët kanë treguar që nuk është një ndeshje siç kemi luajtur deri tani, po neve shikojmë nga ana sportive ja vlen, siç thash, vetëm 3 pikë, nuk ja vlen më shumë pikë ajo ndeshje. Neve duhet të tregojmë që duhet e meritojmë një botror, edhe shtuna është ndeshja më e rëndësishme që kemi tani, për të vazhduar ëndrrën tonë, që është botrori. Prandaj neve e kemi përgatitur shumë mirë deri tani. Çunat janë pozitiv, edhe besoj mundi ja dalë. Arber Hoxha nga ana tjetër foli për duelin e radhës, duke theksuar se është një kundërshtar një niveli të lartë. Megjithatë, u shpreh se kombëtarët do të futen në fushë për të dhënë maksimumin. I pyetur nëse do të ishte i gatshëm të pranonte një humbje kundër Letonisë për një fitore të mundshme ndaj Serbisë, ai dha këtë përgjigje. Çfarë them po? Do pranoj. Dhe do japim maksimumin, jemi duke përgatitur ndeshjen shumë mirë, jemi duke punuar shumë mirë dhe shpresojmë dhe besojmë që do të fitojmë ndeshjen.